Ende pa u bërë një vit, 100 trotinet elektrik që qytetarët mund t'i merrnin me qira në Tetov janë zhdukur. I pyetur për këtë kreu komunës Bilal Kasami, tha se të njëjtit janë në servisim dhe se së shpejti do të kthehen në qarkullim. Operatori i cili ka marrë të drejtën për vendosjen në qarkullim të atyre, ka bërë servisime dhe riparimin gjithë atyre, sepse fatkeqësisht një pjesë e madhe të atyre janë dëmtuar dhe unë besoj që shumë shpejt do të rikthehen përsëri në qarkullim. Por të dhënat e policisë të Tetovës tregojnë se numri i aksidenteve me trotinet është duke u rritur në vazhdimsi. Ndonse besohet se aksidentet me trotinet janë më të shpeshta, por rastet të tilla nuk denoncohen në polici për shkak se shoferët lëndohen pa shkaktuar ndonjë aksident komunikacioni. Sipas ligjit për sigurinë në trafikun rrugor, të drejtë për të drejtuar trotinetët elektrik kanë personat që kanë mbushur 14 vjet. Ata janë të detyruar të lëvizën në shtegun e biçikletave me shpejtësi deri në 25 km/h, ndërsa nëse nuk ka një shteg të tillë, mund të lëvizin në trotuar me shpejtësi të ecjes së njeriut, përkatësisht deri në 6 km/h.